Flasim për ambasadorët tanë që janë në çdo skaj të globit tonë. Deri në Ekuador. Dhe do të pyesim të ftuarit tanë se çfarë pune bëjnë ambasadorët tanë. Është me ne në studio Miril Dajon e dashur Tili, që rikthehet pas një emigrimi të gjatë në Japoni. Faleminderit që gjetët studion sapo u kthyehet. Rikthehet fuqishëm në bardhazim juku i dashur Endrit Afani, faleminderit që jeni këtu me ne. Një mik i ri vjen në studion ton, Geron Kamberi, ti s'ke ardhur herë tjetër Geron, besoj. Kjo është era parë. Kjo është era parë? Faleminderit për ftesën. Mirë, do të kap virusi sot edhe rikthehet Arseida Gjyli, faleminderit, Arseidën e kapi virusi, kështu që ajo rikthehet, merr vesh edhe nga këto punë se është për gjëra ndërkombëtare. Kështu që do të diskutojmë me një panel rinor të freskët, njerëzor, për çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe me përfaqësimin e tyre nëpër botë. Tani, përse na duhen ambasadorët? Kujt i shërbejnë ata? Në kushtet e një diplomacie, ose të marrëdhënieve të cilat ne duhet të ndërtojmë, në radhë të parë ambasadorët i shërbejnë vetëm vendit të tyre. Po flasim në parim. Ambasadorët tanë duhet i shërbejnë Shqipërisë. Po. Ajo çfarë ne kemi pozitive, duket si pozitive, është fakti që ka një rritje të buxhetit tek Ministria e Jashtme për diplomacinë dhe për trupat e misionarëve, se kështu quhen, por që nuk janë mjaftueshëm për të mbështetur ambasadorët tanë që të promovojnë Shqipërinë në të gjitha nocionet. Por në rastin konkret, duke qenë se Shqipëria është një vend periferik në të gjitha perandorit, ekonomike kryesisht, do duhet të kishim një trup shumë të specializuar të atasheve ekonomik. Endrit. Këtë nuk e kemi. Ambasadorët, për që shërbejnë? Për vënde pune, normal. Si për të mbush vende pune apo Jo, për për vënde të kap pune, një për të bërë punë? qoka, për të bërë gjëra. Do më thonë, vetëm një kemi, për mendimin tim, ai që ka qenë në OKB, tani ka lëvizur, ka ardhur mbrapa, po. Vetë Jozef Mazi. I vetmi, që e meriton e kryen funksionin apo Po, çfarë? është i vetmi që për mendimin tim është se nuk do të përmend emra. Do më thonë, ka qenë në OKB dhe tani është bërë në BE, pra është kthyer në ambasador në BE. Dhe është i vetmi që meriton. Tjerët janë në vende qokash që të gjithë realisht, do më thonë. E kupton kushdo që i cakton këta ambasador se kush është funksioni real që duhet bëj një ambasador në një shtet ku shkon. Se ndonjëherë shkojnë njerëz që s'kan fare lidhje, që se kuptojnë fare kulturën, diplomacinë ekonomike, edhe pse kanë këshilltarë, që patjetër dhe këshilltarët, por ke për shembull sot në Xhakarta një ambasador i cili s'ka staf fare, ç'a do bëj ai aty pa staf? Pjesa e ambasadorëve, më thënë, ose në qoftë se për dashur të rikthehemi historisë, është një funksion i cili nuk e ka shpikur Shqipëria, ambasadorët i përkasin që mes jetës, ndoshta edhe më herë që antikitetit, po në kuptimin e sotëm i përkasin mes jetës, pra në shtetin e Milanos, Republikën e Milanos u vendosën ambasadorët e parë, që e ambasador në Republikat Italiane të asaj periudhe, dhe pastaj kemi sot diplomacinë klasike. Përse përket asaj se çfarë bëjnë ambasadorët, pavarësisht aftësisë ose pa aftësisë, ligji i shërbimit jashtëm i miratuar në 2015 është ligji që rregullon mënyrën se si emërohen ambasadorët dhe ka përcaktime shumë qarta për ambasadorët që vinë nga shërbimi i jashtëm, pra diplomatët e karrierës, dhe ambasadorët që vinë nga